Horoskopi ditor e diel 23 mars 2025. Dashi, çiftet do të kalojnë për mrekulli sot, jo vetëm që do të dashuroheni ashtu si vetëm ju dini, por do të merrni dhe një vendim të rëndësishëm në të ardhmen. Ka shumë gjëra që disa persona të bien pre sharmit tuaj gjatë kësaj dite. Shfrytëzojeni takimet për të njohur më mirë me personat që ju vijnë rrotull. Në planin financiar duhet të bëni kujdes nga influenca negative e Saturnit. Demi, në jetën tuaj në çift do të merrni vendime shumë të rëndësishme. Mjaft më duke qëndruar gjithë secili për vete, ka ardhur koha të jetoni bashkë. Beqarët, edhe pse do të kërkojnë gjatë gjithë kohës, nuk do të gjejnë dot personin ideal. Në planin financiar, jo vetëm që nuk priten vështirësi, por për disa situata do të jetë gjendja e mirë. Binjakët, mos kërkoni me ngulm gjatë kësaj dite që partneri të ketë për çdo gjë. Të njëjtin mendim e ju. Lëreni atë të shprehet lirisht dhe mos impononi asgjë nëse nuk doni të humni shpejt atë. Nëse jeni beqar, nuk do të keni fat as tek gjetja kësaj dite të dashurit tuaj. Bëni ende durim. Në planin financiar do të ketë ndryshime mjaft pozitive. Do të tregoheni të matur me shpenzimet tuaja dhe kjo do të jetë një gjë e mirë. Gaforia. Dashuria do të jetë në qendër të vëmendjes gjatë kësaj dite. Do t'i kushtoni më tepër kohë atij që keni në krah dhe emocionet do të jenë të shumëfishta. Nëse jeni vetëm, do të keni takimin që keni pritur prej kohësh. Tregoni të duruar përpara se të hidhni një hap më tej. Financat duhen parë me shumë maturi dhe kujdes. Shmangni investimet e mëdha dhe të rrezikshme. Luani, klima yjore nuk do të jetë shumë e favorshme gjatë kësaj dite për ata që janë vetëm. Do e keni të vështirë të vendosni kontakte me persona të panjohur dhe nuk do të shfrytëzoni asnjë mundësi që do t'ju jepet për takime. Çiftet do të kalojnë një ditë të qetë dhe pa asgjë të re. Në planin financiar do të keni sukses të garantuar. Situata do të jetë shumë e mirë nga sa ju e mendonit. Virgjëresha, shtojini dozat e fantazisë në jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite dhe do të jetoni në një ambient më të ngrohtë në çift. Partneri nga ana e tij ka menduar t'ju bëj një propozim interesant. Mendohuni mirë përpara se të përgjigjeni. Takimet për beqarët do të jenë të pafundme, por asnjëri nuk do të jetë në lartësinë e duhur. Në planin financiar ndiqni intuitën dhe as pak të tjerët. Peshorja. Jeni në çift, dita e sotme do të jetë e qetë dhe bukur njëkohësisht. Komunikimi dhe bashkëpunimi do të mbizotrojë gjatë gjithë kohës. Dashuriçkat e beqarëve do të jenë të ndërlikuara gjatë kësaj dite. Takime do të ketë, por asnjëri nuk do t'u ambush mendjen aq sa duhet. Në planin material do t'u jepet një mundësi e mirë për të stabilizuar situatën. Shfrytëzojeni. Akrepi, ditë shumë e favorshme për beqarët se sa për çiftet kjo e sotmja. Planetët do të faktorizojnë takimet interesante dhe emocionuese, kështu që duhet të përfitoni sa të mundni. Të dashuruarit nuk do të kenë probleme, por as në një surprizë të madhe. Në planin financiar shpenzoni aq sa u mban xhepi, jo aq sa keni dëshirë. Vetëm kështu do të shmangni vështirësitë e së nesërmes. Shigjetari, ditë e paqëndrueshme dhe her pas here do të ketë debate të forta. Nuk do t'ju pëlqejë as pak që partneri t'ju komandojë dhe do keni përballje me të. Beqarët nuk do të ndalen së kërkuari personin ideal, edhe pse do të jenë të ngarkuar me punë. Jupiteri do të ndikojë pozitivisht tek financat dhe do t'ju nxjisë të tregoheni edhe më të kujdesshëm me menaxhimin e tyre. Bricjapi, nuk do t'jeni në humor të mirë gjatë kësaj dite dhe do të debatoni edhe për gjën më të vogël me atë që keni në krah. Disa mund të kenë partner të duruar, por disa të tjerë jo. Bëni kujdes, sepse situata mund të dalë të rësisht jashtë kontrollit. Beqarët do të kenë vetëm njohje të reja dhe asgjë më tepër. Në planin financiar nuk do të duhet të shpenzoni me sy mbyllur. Ujori. Perspektivat për jetën tuaj në çift do të jenë shumë të mira gjatë kësaj dite. Do të bini dakord për gjithçka me atë që keni në krah dhe disa mund të marrin vendime me rëndësi. Edhe beqarët do të kenë një ditë të këndshme dhe të mbushur me takime. Situata financiare do të jetë goxha e qëndrueshme. Do të kryeni edhe investime të rëndësishme që do t'u stabilizojnë situatën. Peshqit, ditë shumë e zakonshme do të jetë kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Gjithçka do të vazhdojë të jetë po njësoj.
Për beqarët, nga ana tjetër, gjëra do të ndryshojnë tërësisht. Ata do të kenë disa njohje mbreslënse që në orët e para të ditës dhe do të vazhdojnë të njihen me ta. Në planin financiar duhet shpenzoni me maturi nëse nuk doni probleme më vonë.